Përshëndetje miq të Radio Travel, jeni duke dëgjuar edicionin informativ dhe për ditën e sotme. Veshka që nuk pyet nëse je A, B, 0 apo AB, ajo ju do të gjithëve njësoj. Shkencëtarët kanë njoftuar një arritje historike në mjekësi, kthimin e një veshke donatori në një organ universal që mund të transplantohet te çdo pacient pa u kufizuar nga grupi i gjakut. Kjo bë e mundur fal enzimave speciale të quajtura gëshër molekulare, të cilat heqin shenjën e grupit të gjakut nga sipërfaqja e organit dhe e bëjnë atë neutral. Procesi kryhet para transplantit, ndërkohë që organi, pra në këtë rast veshka, mbahet gjallë në një pajisje mjekësore. Në testin e parë tek njerëzit, veshka funksionoi normalisht për disa ditë dhe këtu është gjëja më e rëndësishme. Ajo nuk u refuzua menjëherë nga trupi. Edhe pse pas disa ditësh u shfaq një reagim i lehtë imunitar, ai ishte shumë më i butë se zakonisht. Sot mira njerëz presin vite të tëra për një transplant, sidomos ata që e kanë grupin e gjakut 0. Dhe ky zbulim mund të shkurtojë ndjeshëm kohën e pritjes dhe të shpëtojë shumë jetë njerëzish. Në të ardhmen e njëjta metodë mund të përdoret edhe për organe të tjera, si zemra apo edhe mushkërit. Pra ndoshta një ditë do të flasim për organe që nuk pyesin fare që çfarë problemi ke, por vetëm nëse ke nevojë për mua apo jo. Dhe kjo për shumë njerëz mund të bëjë diferencën mes pritjes dhe shpresës. Gjyshja që fitoi llotarinë, një histori e pazakontë dhe frymëzuese, na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një gjyshe vendosi që fatin e saj ta shpërndajë edhe me të tjerët. Carrie Edwards fitoi $150,000 në llotarinë Powerball, një nga llotaritë më të famshme në Amerikë, pasi përdori ChatGPT-n, pra inteligjencën artificiale, për të ndihmuar të zgjidhte numrat. Por ndryshe nga shumë fitues të tjerë, Edwards nuk e pa këtë si një pasuri personale. Ajo tha se e kuptoi menjëherë se këtë shumë kaq të madhe duhet ta dhuronte për bamirësi, sepse sipas saj, kur ti je i bekuar, duhet të bekosh edhe të tjerët. Donacioni i parë shkoi për shoqatën për demencën frontotemporal, një sëmundje e rëndë e demencës, nga e cila kishte ndërruar jetë bashkëshorti i saj Steve. Ajo theksoi se kjo kauzë është shumë personale për të, dhe sa ajo shpreson që të ndihmojë sa më shumë familje që vuajnë nga kjo sëmundje, si dhe shkencëtarët që po përpiqen të gjejnë një kurim për këtë gjë. Një pjesë tjetër e parave u dhurua për Shalom Farms, një organizatë jo fitimprurëse që shpërndan qindra dhe mijëra racione me produkte të freskëta për komunitetet në nevojë. Ndërsa donacioni i tretë shkoi për Navy Marine Corps Relief Society, në nder të babait të saj, një pilot i marinës amerikane, i njohur për jetën e tij në shërbim të tjerëve. Carrie Edwards u shpreh se ndihet e bekuar që kjo fitore e papritur u shndrua në një mision human, duke treguar se edhe fati, kur ndahet, mund të bëjë shumë më mirë. Hollanda, vendi ku çdo qen ka një shtëpi. Hollanda është bërë vendi i parë në botë ku nuk ka më qen endacak në rrugë, po asnjë qen nuk është më i vetëm, ka tani më një shtëpi. Sot pothuajse çdo qen në Holland ka një familje, një shtëpi dhe një person që e pret në derë. Ndërkohë që në botë flitet për rreth 200 milion qen endacak, Hollanda vendosi të bënte një zgjidhje ndryshe. Dhe po, ja ka dalë. Por si arriti këtë gjë? Jo me dhunë, jo me masa ekstreme, por me kujdes dhe organizim. Qeveria bashkë me organizata për mbrojtjen e kafshëve dhe vetë qytetarët nisën një program të thjeshtë. Mblidh, sterilizo, vaksino dhe kthe. Sterilizimi ishte çelësi, sepse kur ndalon lindjen e pakontrolluar, problemet zgjidhen nga rrënja. Kjo mënyrë është vlerësuar edhe nga organizata ndërkombëtare si World Animal Protection si një nga metodat më humane dhe më efektive për të menaxhuar qenë endacak. Por ja dhe pjesa më interesante, kërkesa për një qen është aq e lartë sa organizata në Holland po marrin qen nga vende të ndryshme evropiane që ata të gjejnë një shtëpi. Pra, nga problemi, Hollanda i ktheu situatën në një shembull frymëzues. Një vend që tregon se me politika të qëndrueshme dhe pak zemër, edhe rrugët mund të mbeten pa qenë endacak, sepse ata më në fund kanë se ku të shkojnë. Kalifornia, shteti që po i kthen oqeanin në ujë të pijshëm. Kalifornia, një shtet që ka shumë diell, por pak ujë, ka nisur një projekt mjaft interesant. Përballë thatësirave të shpeshta, shteti ka hapur fermën e parë në ujore misore me mjedisin që kthen ujin e detit në ujë të pijshëm. Projekti quhet Water Farm 1 dhe po bashkëpunon me kompaninë Ocean Well. Ideja është e thjeshtë. Kur nuk kemi ujë nga shiu, atëherë pse mos të marrim ujin e detit?
Ferma është vendosur nën ujë, larg brekut të detit, ndryshe nga i plantet klasike. Kjo do të thotë më pak dëme për natyrën edhe më shumë respekt për peshqit. Kur projekti të funksionojë plotësisht, pritet të prodhojë mbi 200 milion litra ujë të pishëm. Me pak fjalë, në Kaliforni, çezma mund të lidhet direkt me oqeanin. Dhe kush e di, mbase një ditë do të themi, mos e harxho ujin kot se na vjen nga deti, po edhe ai nuk është i pafund. Kalifornia po tregon se teknologjia, kur përdoret me mend, mund ta kthejë edhe krizën e ujit në zgjidhje. Kujdes, oksigjeni juaj është në duart e një 12 vjeçare. Në Indi, në shtetin Tamil Nadu, jeton një vajzë vetëm 12 vjeçare, që quhet Prasidi Singh. Dhe po, pa e tepruar fare, ajo po kujdeset për oksigjenin ton. Në moshën kur shumica e fëmijëve kanë dëshirë të luajnë dhe të merren me rrjetet sociale, Prasidi ka bërë diçka që shumica e të rriturve nuk mund ta bëjë dot gjatë gjithë jetës. Ka ndihmuar në mbjelljen e mbi 150.000 pemëve nëpër të gjithë Indin. Gjithçka nisi pasi një ciklon shkatrues goditi zonën ku ajo jetonte. Prasidi pa nga afër problemet, përmbytjet dhe dëmtimet e shkaktuara dhe vendosi të mos qëndronte thjesht duke u ankuar. Dhe tha me vete, nëse pemët mungon, atëherë le t'i mbjellim sërish. Kështu lindi Prasid Forest Foundation, fondacioni që ajo krijoi për të ndihmuar natyrën dhe komunitetin. Projekti i saj bazohet në një ide shumë të thjeshtë që ajo e quan rrjeti 3G. Pra, jo interneti, por që lidhet me natyrën. 3G për Prasidin do të thotë: gjenero oksigjenin tënd, rrit ushqimin tënd dhe jep diçka për komunitetin. Ajo shumë shpesh thos se çdo pemë ka rëndësi, dhe në fakt ka shumë të drejtë, sepse ajo nuk po mbjell thjesht pemë, po mbjell shpresë, siguri dhe për një të ardhme më të gjelbërt. Prasidi është quajtur shumë shpesh nga shumë njerëz si Greta Thunberg e Indis. Pra ju vetë thotë se unë jam thjesht një vajzë e zakonshme që dua edhe kur të rritem të marr frymë në ajër të pastër. Nëse një 12 vjeçare po mbjell pemë për të na dhënë oksigjen, ajo që ne të rriturit mund të bëjmë është thjesht të mos t'i presim këto pemë. Historia e saj na kujton diçka shumë të rëndësishme. Nuk do të jesh i madh në moshë për të bërë gjëra të mëdha. Mjafton të kesh zemër, vullnet dhe pak dashuri për planetin. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë për lajme shumë të mrekullueshme se këto që dëgjuat. Deri atëherë, dëgjojmë sërish nesër në Radio Travel në 104.6 FM.